Kryeministri Edi Rama ka mbledhur kryetarët e bashkive të vendit në një takim të zhvilluar në një prej ambienteve përgjatë aksit Kuçeparo në jug të Shqipërisë. Takimi i 12 gushtit vjen në një moment ku reforma administrativo-territoriale është rikthyer në qendër të debatit politik dhe vendor, ndërsa propozimet për riorganizimin e hartës së bashkive kanë shkaktuar kundërshtime në disa zona. Sipas programit të socialistëve, numri i bashkive pritet të reduktohet, ndërsa disa njësi vendore parashikohet bashkohen me bashki të tjera. Drafti i bërë publik në fund korrikut parashikon nga 61 në 46 bashki. Pikërisht bashki që prekën drejt për drejt nga këto propozime kanë qenë edhe në qendër të reagimeve të fundit. Në disa qytete të vendit janë zhvilluar protesta kundër shkrirjes së bashkive dhe bashkimit të tyre me njësi të tjera administrative. Banorët e kanë kundërshtuar projektin duke ngritur shqetësime për përfaqësimin vendor, ruajtjen e identitetit të zonave dhe aksesin në shërbime publike. Në këtë klim zhvillohet edhe takimi mes kryeministrit dhe drejtuesve të pushtetit vendor. Kryetarët e bashkive janë prezent në takimin ku Edi Rama është së bashku me ministrat Arbian Mazniku dhe Ervin Demo, të cilët janë të përfshirë drejt për drejt në këtë proces që lidhet me qeverisjen vendore dhe reformën territoriale. Në fokus të diskutimeve është riorganizimi territorial, funksioni i njësive vendore dhe hapa që do të ndiqen për ndryshimin e mundshëm të hartës së bashkive. Reforma është zhvilluar prej muajsh përmes analizave dhe konsultimeve në njësitë vendore, ndërsa dokumentet zyrtare lidhin nevojën për rishikim me ndryshimet demografike, migrimin e brendshëm dhe nevojën për bashkim më funksionale. Për kryetarët e bashkive që mund të preken nga riorganizimi, takimi merr një rëndësi të veçantë pasi ndryshimet e propozuara do të ndikojnë jo vetëm në statusin administrativ të njësive, por edhe në mënyrën e organizimit të shërbimeve dhe përfaqësimit komuniteteve. Ende nuk ka një vendim përfundimtar për hartën e re territoriale, pasi edhe vetë opozita e kundërshton propozimin e socialistëve. Partia Demokratike ka propozuar që numri bashkive të jetë 100 dhe harta e re territoriale të ketë më shumë përfaqësim tek komunitetet.